në mbledhjen e Këshillit. Mbledhja e Këshillit do të zhvillohet me këtë rendite, të cilën ne ju kemi dërguar me email. Projekt vendim me numër 632 të protokollit për miratimin e përfitimit ndihmës ekonomike nga fondi kushtuar për blok ndihmen deri në 6% për periudhën 1 deri me 31 janar 2023. Pika 2, projekt vendim 650 me numër protokolli 652 fraksion 1 për miratimin e përfitimit ndihmës ekonomike nga fondi kushtuar për blok ndihmen me fondet e bashkisë për të njëjtën periudhë. Pika 3 rendit ditës është projekt vendim me numër 646 fraksion 1 për miratimin amendim kontrate me numër 2874 të protokollit, datë 21/7/2021, lidhur ndërmjet Bashkisë Mirditë dhe subjektit Real Park MKR. Pika 4 projekt vendim numër 648 fraksion 1 për miratimin e fondeve të trashëguara nga buxheti i vitit 2022 për vitin 2023. Pika 5 projekt vendim me numër protokolli 649 fraksion 1 për miratimin e anekseve të monitorimit buxhetit vitit 2022. Pika 6 projekt vendim me numër 650 fraksion 1 për miratimin e tabelave të situatës financiare të bashkisë, datë 31/12/2022. Pika 7 raport për njohje të Këshillit Bashkiak me numër 617 protokollit, analiza ekonomiko-financiare, realizimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2022. Pika 8 raport për njohje projekt vendim i Këshillit Bashkisë për raportin e vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të ardhurave të bashkisë, dhe kemi një pikë shtesë nga rendi i ditës, është miratimi i hapjes së rrugës së re automobilistike që fillon nga aksi Shëngjin Konaj dhe përfundon në lagjen Zubaj, fshati Konaj, njësia administrative Fan. Ka kusht në kush është dakord me rendin e ditës? Kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Atëherë fillojmë me pikën e parë të rendit ditës. Projekt vendim me numër 16 datë 14/2 për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtuar për blok ndihmën me fondin 6% janar 2023. Ka kaluar në Komisionin e Ekonomisë. Ka kusht në një? Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Projekt vendim numër 21 për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtuar për blok ndihmën me fondin e bashkisë. Në mbledhjen që kaloi kemi miratuar një fond nga bashkia për të dhënë ndihmë ekonomike disa familjeve të cilët nuk përfitojnë nga sistemi. Ka kaluar në Komisionin e Ekonomisë. Po? Po? Drejtoresha e Ekonomisë. Pra çdo nisje administrative më ka sjellë apo janë participat. Unë jam për zgjedhni familje të cilat plotësojnë kriterët. Po një kriter që nuk është plotësuar është posaplikim i familjeve. Duke mos qenë aplikante, nuk mund të referohet. Dhe ndoshta muaj në vazhdim do riaplikojnë familjet, do riaplikojnë familjet dhe nga riaplikimet do të plotësohet edhe sepse ishte muaj i parë dhe nuk ishin të përgatitura ndoshta për t'i bërë këto, sepse nuk e dinim që kjo gjë do miratohej. Janë familje të cilat janë aplikante në sistem, dhe fondi është në dispozicion përsëri, mund ta tejkalojmë muajin tjetër nëse do kemi familja. Pra, çdo njësi administrative
mund të referoje 5, 6, 7, brenda atij limiti, pra fondi është aty. Ato nuk i kanë referuar. Njësia Rëshen ka referuar më shumë sepse edhe mos përfitues ka më shumë. E në fakt njësit kanë përfitues dhe asnjëherë nuk i kemi lënë mangut njësit për fond tek 6%, pasi njësia Rëshenit gjithmonë miraton e fundit fondin e njësisë Rëshen. Pra unë e bëj e fundit projektin e 6% për Rëshenin. Pra përdor fondin që lën njësitë administrative. Ato duhet që të referojnë familja nëse nuk ka familja aplikuese, pra duhet të bëjnë aplikimin edhe të familjeve të tjera që ndoshta nuk kanë informacion për këtë gjë. Por çdo njësi administrative duhet ta bëjë vetë këtë gjë. Po, faleminderit. Atëherë jam dakord me përgjigjen deri diku, por unë kërkoj që mbledhjen tjetër të jenë gjithë administratorët e njësive këtu, kur diskutohet ky lloj fondi, dhe të jenë gjithë edhe specialistët e administratorët shoqëror edhe administratorët e njësive vendore. Të dy palë do të jenë këtu në mbledhjen e këshillit. Edhe të japin përgjigjet, tani sepse ju nuk keni mundësi të na japni përgjigjet që mund na japin ata, se nuk e jepni terrenin. Okej, faleminderit për përgjigjen. Faleminderit nga këshilli, kaq zoti kryetar dhe zoti nënkryetar. Faleminderit, po njerë duhet të jetë e ditur që fondi është i mirator vjetor dhe ky fond ne e kemi në dispozicion për ta ashtu. Ndërsa vretja për administratorët, sidomos për administratorët e njësive, shumë e drejtë, ne çdo mbledhje kanë ardhur, po sot nuk e di pse disa, jo gjithë. Po. Bën 4 vjet që administratorët shoqëror me bashkim marrja nuk ka vjet asnjë mbledhje me Këshillin Bashkisë. Me ligjën janë. Më fal. Do të ndata në presh. Më fal, do ta marrë pastaj. Pra, janë të detyruar sepse sado që tjetë marrë shumë dyshim nacional profesionale. Por mund të japë ato që japin ata, dhe nuk mund të kuptojnë na ata që kanë nevojë. Dakor. Atëherë mund të marrim vendim mendojmë, Do të them edhe tjetër do të thirrë kamera. Dakor. Atëherë zoti nënkryetar, për në mbledhjen tjetër ne kërkojmë që të jenë administratorët e njësive administrative dhe administratorët shoqëror për të sqaruar këshillin për personat të cilët kanë sjell dhe sa persona kanë mbet për të sjell që janë në nevojë dhe nuk janë përfshirë në ndihmën sociale. Okej. Atëherë kush është dakord me projektvendimin? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Faleminderit. Projektvendim numër 17. Po, për miratim amendim kontrate numër 2874 protokollit, datë 21/7/2021, lidhur ndërmjet Bashkisë Mirdit dhe subjektit Real Park MKR, SHPK dhe përdhënien në përdorim të tokës nga fondi pyjor kullësor me sipërfaqe 0.9998 në kontratë në ekonominë pujore Lugina Afanit Madh në pronësitë Bashkisë Mirdit për qëllime pushimi, argëtimi dhe ambiente shlodhëse. Ka kaluar në komisionin e pyjeve, fjalën e ka zoti Sander Doda, kryetari i komisionit. Përshëndetje, atëherë ne kena kaluar në komision dje me pjesëmarrjet plot komisionit projektvendimi 661 një protokollit për shtyrje, kjo është fakt shtyrje kontratës për një amendim kontratës me një subjekt Real Park, për të cilën ka hapur dhe aktivitetin e vet dhe duke parë dhe raportit teknik që ishte dërguar nga inxhinierët përkatës, ne në komision ram dakord duke parë dhe arsyen sepse kërkoi për qëllime pushimi, argëtimi shëndetësor, shoqëror edhe për veprimtari turistike, kampingje e tjerë që do ishte një resurs shumë i mirë edhe për njësitë administrative Rëshen, por edhe për gjithë Bashkinë Mirdit. Kështu që ne në komision e kaluam me vota të plota unanime
Kështu që unë jam dakord që edhe këtë shtyrje të kontratës ta votohet edhe në këshill. Faleminderit. Faleminderit. Ka kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim numër 18 për miratimin e fondeve të trashëguara nga buxheti i vitit 2022 për 2023. Keni parasyrat nëse ka ndonjë gjë, ndonjë pyetje, ndonjë gjë. Kush është dakord? Ka kaluar në Komisionin e Ekonomisë. Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim numër 20 datë 15/2 për miratimin e tabelave të situatës financiare të bashkisë datë 31/12/2022 janë tabelat që miratohen. Anesin e monitorimit. Anesin e monitorimit. Po te këta, se kanë në anekset e... Ku është pra? Ku se kam këto? A thoi kalova dyja? Atëre, më falni, projekt vendim për miratimin e fondeve të trashëguara mas. Miratim anekseve. Okej, për miratimin e anekseve të monitorimit të buxhetit vitit 2021 Bashkia Mirdit. Janë miratohen çdo vit. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Miratim i tabelave të situatës financiare të bashkisë. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Atëherë vazhdojmë me pikën 7. Raport për njohjen e Këshillit, analiza ekonomike dhe financiare dhe analizimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2022 ka kaluar në Komisionin e Ekonomisë. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë ka fjalën. Jo, kjo është veç për njohje, është një tjetër projekt vendim, po ai thonë kemi të ardhur. Jo, se kena. Atëherë faleminderit. Komisioni i Ekonomisë, Financës dhe Buxhetit u mblodh dje me prezencën e 4 këshilltarëve, njëkohësisht edhe me prezencën e nënkryetarit të bashkisë, drejtoresës së degës tatim taksave, njëkohësisht edhe drejtoresës menaxhimit të buxhetit Bashkia Mirdit. Një buxhet i realizuar për sa i përket vitit 2022, një buxhet i mirë fillon me realizimin e të ardhurave dhe pastaj me mirë menaxhimin e shpenzimeve, gjë që faktikisht u diskutua dhe u pa që është marrë mjaft seriozisht me gjithë tabelat e afruara para komisionit, të detajuar dhe sipas realizimit konkretisht të ardhurave, sipas zërave si janë taksa mbi ndërtesën, taksa mbi tokën bujqësore, taks trulli, taksa kalimit drejtës pronës dhe me radhë, dhe u pa që nga kjo drejtori është punuar mirë, ka vend për të punuar dhe më mirë, dhe kemi një realizim të ardhurash me 92%. Kështu që sipas zërave ne i morëm të detajuara dhe aty vlen përmendet dhe u la dhe si detyrë në mënyrë të vazhdueshme për sa i përket realizimit të
realizimit të vjeljes së tarifës së menaxhimit të mbetjeve, ndriçimit dhe gjelbërimit, që është një tarifë e bashkuar në 3 tarifa, një tarifë konkrete. Ne kemi miratuar në paketën fiskale me një kost të shërbimi që është 2.800 lekë dhe ne kemi miratuar 1.400 lekë, pra 50%. Nëse ne do të arrijmë ta vjelim këtë taksë, realizojmë 50% të përdorimit të fondeve nga Bashkia Mirëlir. Dhe kjo është realizuar në masën 40%. Pra kemi vend që kjo tarifë, megjithëse është simbolike, se thamë që nuk e mbulon shërbimin, por të punohet dhe të realizohet më shumë. Njëkohësisht vlerësohet pasi kemi edhe siç i kemi miratuar edhe në paketën fiskale, nga kjo tarifë janë përjashtuar dhe kanë efektin e tyre ekonomik pensionistë vetmuar 1246 familje dhe familje me ndihmë ekonomike 873 familje. Për sa i përket realizimit të shpenzimeve, kemi një analizë për sa i përket të vitit 2022 në realizimin e këtyre shpenzimeve nga 23 programe, siç i kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme: planifikim, menaxhim, administrim, çështje financiare, fiskale, shërbime publike, sport, artim, e gjitha me radhë. Dhe kemi një realizim në masën 92%. Pra kemi një kursim dhe një mirë menaxhim, që vërtet është për të përshëndetur, se s'mund të them për t'i lavdëruar pasi detyrën kanë bërë, por e kanë bërë në mënyrë të përkryer. Dhe është u përshëndet një analizë e tillë edhe nga koordinatori i bashkive të forta, zoti Bashkim Onuzi, që ishte prezent në komisionin. Bukurosh, më fal. Bukurosh Onuzi, Bashkim thash, aty afër. Edhe përveç se në zëra ky analizë buxheti, përveç se në zëra programim, realizim, është edhe në përqindje që ne kemi kërkuar si këshilltar, edhe për thjeshtësinë e punës, se jo gjithë jemi profesionista, dhe kështu që është sjell në përqindje në realizim 92.3%. Ne kaluam edhe situatën financiare pak në një projekt pak më parë që kishte kaluar në Komisionin e Ekonomisë, edhe vlen të përmendet, pasi kemi të bëjmë me bashkinë tonë, që në një situatë normale du t'jemi 5% të detyrimeve palëve të treta dhe të trapambetura, dhe ne jemi në 0.3%, që jemi ndër bashkitë më të mira të Republikës, dhe është për të përshëndetur. Pasi kemi të bëjmë me 15% bashki me probleme financiare, 25% me vështirësi financiare, ne po t'ishim edhe në masën 5% situatë normale, por jemi 0.3%, dhe këto ta konkludojmë, si diskutuam edhe në komision me drejtoreshën e menaxhimit buxhetit, jemi edhe më poshtë, pothuajse 0. Kështu që në Komisionin e Ekonomisë kaloi me vota unanime dhe u përshëndet nga puna që kanë bërë për këtë analizë të sjellë në kohë, se deri në fund muajit shkurt, edhe 15 e muajit mars do ishte normale të sjellë, por ka në kohë edhe shumë e saktë. Faleminderit. Faleminderit, zoti kryetari i komisionit. Kush ka një pyetje për një problem për të shtëpirit? Ky është një analizë e cila kalon vetëm për njohje në Këshill, nuk sepse s'ka projekt vendim, por diskutohet për problemet cilët për transparencë dhe për s'ka kusht që atëherë kalojmë tek projekt vendimi numër 22, miratimi në raportit vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të ardhurave 2023-2025. Ka kaluar në Komisionin e Ekonomisë
Po? Po, raport Jo, është kthyr në projekt. Po, është kthyer edhe në projekt vendim. Si renditet, që miratohet si raport. Komisionit Ekonomi si projekt, ky raport njohje. Raport, me fjalë, miratohet si raport. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim s'ka. Miratohet. Faleminderit. Dhe funit kemi projekt vendim për miratim të hapjes së rrugës së re automobilistike që fillon nga aksi Shëngjin-Konaj dhe përfundon në lagjen Zubaj, fshati Konaj, njësi administrative Fan. Ne kemi pas marrë një vendimin në 105 datë 30/11/2022 për miratimin e rikonstruksionit të kësaj rruge automobilistike. Tu ndryshimi është se do kaloje në rrugë, do bëhet rrugë e re dhe ndryshon aksi për shkaqe konfliktesh. Po. 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 Përshëndetje të gjithëve. Të rruga të segmenti i parë sa miratu ka pas probleme, po mund të ketë probleme tek i dyti. Po. Për ata thamë edhe unë propozoj me shty, jo me si projekt vendim. Sepse sa të kena probleme pastaj ma mirë tha me po edhe i herë. Ajo e kalon të shkolla Katunit vjetër. Edhe Den Zubaj, nëse e din si. Pak a shumë. Drejt, e del në Zubaj. Po. Jo. Të kukës projekit, po unë besoj se ka probleme nëse kalon aty ku menojmë, nëse kanë rënë dakord me tjerë, ka të fisien. Të kushte një fis jam unë, të halimi. Jo, unë shef pak, unë nuk kam thot. Nuk është problemi të unë. Unë nuk më votoj kundra, nëse më dal njerëzit mi. Ja, një minut. Okej, ju votoni, por mirë nuk është me rash aty, nëse Tani është marrë leje nga fondi i zonave të mbrojtura. Pse është bërë kërkesa nga bashkia. Ja është bërë edhe kalimi në vend me komision të bashkisë, të ngritur nga kryetari i bashkisë. Tani nëse nuk dëshirojnë ta bëjnë rrugën mirë, dakord. Jo, nuk po kështu do ketë, nëse do ketë probleme edhe në fond pyjor që sprek as tokë buke, as tokë të kurkuj, po tokë të shtetit, atëherë i bie që të mos e bëjmë. Po. Po pse si kena në Zabelet në fond në domi kena pak a shumë, nëse kena nështë me... Jo, mirë. Tu i dy Zabelet dhe tona ne. Me shteti nuk ka në asimut policie, digja nuk ka jetë të drejtë. Orë me shtet nështë s'kam as shpinon, po... Marri të rikon. Pastaj kontinua. Digja nuk jetë të drejtë, të mbrosh ata që se keni letra. U bon pritët e tretjet, dhe mërësi, që ashtu toga të isotit, në ty por të isotit, dhe ka njës e unë të tanë për të një vjetër në të isotit, ka nuk me më të Ande, po kërë puna sot, ne shkojmë dhe mbrojmë, sepse aty është aprovuar kumbi, dhe është shpenzu, është falkuar vetë të mëre që ka qenë një hipotekë. Tani e kërë një hipotekë ka. Atë shumë i qërë në sentën, në zërgojë, që i qërgojë tekesh, një mua betë, një propozim kabeneshe. Marë, ka disha. Sepse unë e kam mujtë të pjesë të rrugës, betë, në vitin 2007,
ka njerë pa u banë, se do ishte banë, me trushi pa një lek në qëtë shqiptarë, në fund, vetëm tjeshe, dhe më preke të gjysë metrë të sa të vene, do të kalë rjetën të do të të. Nëse të vetëm në të fush, tu nuk ka të rrugë, tu nuk të njerëzit të revisit, tu toka të vetë shkenë. Se në qëse ka një gabim, gjitha qeverit në Shqipëri ka në tanë, nuk është investuar pare për të shatë të dhe prandaj njerëzit, mos shatisit në kam dhe të fshatë. Kjo politikë për mua është e gabuar totalisht parimisht, tani, për mua. Ju që gojë një vetë, shqipe një vetë, tani. Vota ime është në hapru, vota ime është në të rrugë, Mark, vota nuk ka ime të thënë, është në kanale, vota ime është në rrugë. Kis pak, unë nuk jam kundra rrugës. Po nëse ajo rrugë kalon të fisiem, ai do të ishte thënë një kaloni tu ai dakord. Tam të thënë unë. Të si kalon të nuk kam të thënë se e kam me letra, e kam se me pas me letra tjetër gjë. Tash unë futem në konflikt me të tjerë, nuk kam për vetes, unë për veten e mira me stores le të futet, punë e madhe. Tash ju si doni nuk e kam unë nuk kam me atë unë vetëm. Më fal, ti po është të tjerë, pa të tjerë që do të vinë. Or ndoshta të s'kalon hiç po. Tani që shimë në dy pika pa. Unë dhe ti, unë shkojmë të Tiranë, kalon në tokë. A tu babakone kanë ne kapokë rrugë? Ja, Shkojmë Kosova, kalon tokë. Ku shkojmë Gjermania, kalon tokë. Mark, nuk kam thënë me anullu si projekt. Po gjetën e tua mos për tu të fare. Po mirë mos apun për ty ajo, njerëzit pa të ndryshëm. Po Sander Doda, ja një sekund. Shkojmë ta ketë në Skype. Po. Unë kam menimin dhe unë duke parë se të shine në ndërshime dhe me që më kërkujmë për prasin njëra që për menimin time duke që dhe në këtu dhe shkos të sakrifis vetë dhe sa hak me ka që të më borë mund të ashtu me pashkoj në këmës bashkisë. Jo mërë jo, shkoj vetëm unë me po. Aleksandr, ti e në i vini nga qatë, i një të kiri politika qatë, i një jërë për të sjerën në ne. Dhe, nga arme tu, ju zdu nga tim të problemë. Unë jam për, Mark, nuk jetë këtë kjo. Unë e më bërë ma shumë se ne. Unë nuk e kam për debat, Mark, unë e kam menimin tu, se edhe kushtë dhe ti me përqanë. Jo, që në për debat. Që nësë pas grinje, mas muza, nas kushrejnë, mas për të keqë kuptuar për kush, unë të thoshë që të shtyvim për rasi. Me që to të gjë, meret kjo, jelën dhe gjë, meret kjo vetë. Jo, më vetëm e shku me po në të rëndë, më thoi inxhinieri kaloni to dhe sa problem. Mas tu e ndrini, mas tu e Rrugë ka në rrugë. se të shtë edhe një tjetër Unë pa, një me shkatë të ishte majë. du të respektoj. A një tjetër në shtë, a të të Jo, e ka fjalën Lusha, pastaj Ceku. Lusha ka kërku fjalën. Merën vit pa shko. Me bu sus militant. Merën shërbimi shtetësor pa bërë me bu militant, se ti me koni gjithmonë. Merën të rrugova, se na kuqëm të i vota. Sen vërteta. As As sus, as për shkacizëm se nga përta. Jo, zëm për të që të vjerë në shenë. Sen vërteta për shkacizëm se nga përta. Mark, kam lejen të flas. Po, Lusha, Faleminderit kryetar. Tani, unë e mirë kuptoj propozimin e shakën si zvim. antarit këshillit që i përket edhe zonës ku bëhet ky diskutim, njëkohësisht e mbështes edhe më shumë diskutimin e Markut. Ne si këshill edhe aq më tepër ndoj e gjithë jemi për hapje rrugësh, për ullim rrugësh dhe nuk bëhet diskutim. Unë e mirë kuptoj shumë mirë të dy. Dhe janë nga ajo zonë dhe ne duhet t'i mirë kuptojmë të dy. Por ne sot e kaluam në rendite, e miratuam gjithë për ta futur në rendite për ta diskutuar. Është një diskutim i tillë dhe aty besoj se ka probleme bllokimi se edhe për një muaj nuk do ketë asnjë bllokim, kështu që jam plotësisht me mendimin e nëjë që ta rishohi, ta kuptojë që ne si antar këshillit jemi vërtet koshient për atë që meritojmë. Mos miratojmë asnjë lloj rrëmuje përveç se zgjidhje. Faleminderit. Absolutisht. Si ty, si Marko. Unë ju kam thënë doktora deri si njerëzve. Po shkonin të rënd merdi. Se duam vetëm me pas si gjova, ajo është atë çet. Po, Me leje, edhe unë jam dakord me zotërin që po flet, se për kriju konflikte krijon kur të dosh. Ta të merren vesh si fshatar ndër veti, pastaj marrin ligjit
kam shku dhunë dorë, s'ka kryetari, bile më ka respektu, dhe kanë dalë fshatar që, unuve, ata marrë jonë. Unu. Po. Ka ndryshu gjurmë. Është heq nga të. Po. Po, ceku. Po shi se dion që do më lëmë fal. Po. Unë, ku ka konflikte, nuk do të shkoje kush pa i zgjidh konfliktet. Një, e para. E dyta, e kemi rastin dorë që diskutojmë në punë në lash boshit e të nrek boshit, ai të shku t'i dal para më rrugë modhen bërbrinjat e se ka të vetën, dhe e treta, nuk gërej dorë pra asnjë rrugë këtu, sa të jem antar këshilli, pa ndesh rruga dartë. So pas ka fundë mund të shkojmë në tjera, pas ka fundë me shkatrojnë këtu. Faleminderit, ceku. Po, kush e do fjalën tjetër? Tash grupi që ka qenë nga Bashkia e Mirëdietëtynë që jerat me fjalë ata kanë qenë dhe e kanë shkel me kom, nuk e kanë shkel rrugën gjithkund. Një. Po pra, po flas që kanë qenë dhe e kanë shkel me kom dhe e kanë piketuar në vend dhe e kanë ashtu. Gjurma rrugës a gjithkund pronë shtetërore, pronë e bashkisë, nuk shprek asnjë parcelë tokë bujqësore dhe asnjë parcelë kullot. Kush? Unë flas për të që këtu tash nuk e di, po mirë. Këtu kemi një kërkesë, më fal, atë që kanë bërë janë 21 emra familjar, më fal, që kërkojnë hapjen e kësaj rruge. Merr me numër kartë identiteti dhe me gjitha. Atë autorizimin për të hap Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka dhënë. Kështu që administratori për punë ka dhënë. Normalisht për mua nuk jemi për ta bllokuar. Jo, vendosni si doni. Në qofse presin tash me shku dhe i herë me verifikuar atje, me shkel me kamë, me mashon. Ajo krijon një precedent jo të mirë, megjithatë. Po. A vazhdojmë? Atëherë është Nika? Atëherë është bërë një propozim për ta shtyrë të projekt vendim. Kush është dakord për ta shtyrë? Për mbledhjen tjetër. Unë jam kundra për vete, megjithatë shtyhet për mbledhjen tjetër. Kemi një problem që ngriti Simon Kola që në fillim, po, edhe e mbyllim pastaj. Po, Simoni? Përshëndetje të gjithëve. Mbledhjen e